diplomën tënde në mos gaboj ti ke folur për 4 poet të cilët fjala në litar. Të cilët janë vrarë. Po. Dhe ose pushkatuar ose varur, po eksaktësisht. Shiko, ka një tentativë nga le themi moshatarët e momentit që dashurojnë elementet marksiste, që ju duken interesante, ose të majta ekstreme, ose jo. Ka një tentativë për të mos ta bërë të madhe ato që ka ndodhur në vitet 70, 50, 60, 70, 80 në Shqipëri, kur njerëz si këta poet që do duhej të kishin gjithë jetën e botës, gjithë gëzimin e botës, të merrnin çmime, të shkruanin çfarë të donin, të ishin kundër vetes, kundër regjimit, kundër ekzistencës, çfarëdo që donin ata, patën një fund aq të mirë. Këtë tentativë për ta qepur, retushuar, zbutur e zbukuruar atë pjesë të jetës tonë, me çfarë ndjesi e shef? Shiko, unë mund të them në këto 40 vite jetë që jam brezi i të gjithave. Do të thënë, jam brezi edhe 5 vite i komunizmit, jam edhe brezi i tranzicionit, i 97-ës, çdo lloj lëvizje politiko-kulturore që ka ndodhur në Shqipëri dhe kam qenë dëshmitare. Por jam një antikomuniste në kuptimin të ditur kjo sepse kam mundur të lexoj dëshmitë atyre që realisht kanë kaluar ferrin në tokë. Dhe kjo më kam bërë që t'jem shumë rebele, shumë shpërthyse dhe mbase mund të kem qenë ndër të vetmet në Fakultetin Filologjik që kam marrë përsipër këtë temë. Dhe pa diskutimi vetmi që mund të merrte përsipër, domethënë që të më mentoronte dhe të më jepte këshillimin e duhur si udhëheqës diplome, ka qenë agroni prej ekspertizës së tij dhe fakti që ishte shumë, por më ka mundsuar që të kem edhe dorëshkrime, domethënë të prek dorëshkrimet e tyre dhe t'i shikoj dhe të lexoj gjëra të cilat nuk ishin në shtyp në atë kohë. Po flasim për vitin 2006-2007 kur unë munda, domethënë që filloja kërkimet për ta bërë këtë temë diplome. Kam qenë shumë e zëshme për këtë pjesë dhe realisht këtë kisha, thosha si është e mundur që njerëzit nuk i dinë këto gjëra. Si është e mundur që askush nuk flet për artistë të cilët kanë pas një të ardhme të shkëlqyer, të ndritur, njerëz që i mësonin në kushte të tmerrshme gjuhët e huaja vetëm që të përkthenin dhe që të kishin akses tek kryeveprat botërore. Mendoj që gjysma e shqiptarëve ka urryer gjithmonë gjysmë tjetër pavarësisht nga regjimet? Merr këtë ndjesi? Patjetër që po, por më vjen keq të them që i kanë urryer gjithmonë elitat dhe kjo është ajo që është dëshpëruese. Njerëzit që kanë ditur, që kanë lexuar, që kanë pasur inteligjencë, kanë pas shije estetike, kanë dashur të bukurën gjithmonë edhe për këtë, domethënë, është rebelimi natyral. Çfarë mendimi kanë Bora dhe Kroni, fëmijët e tu për ty? Jo si mamë, si personazh publik. Ata janë gjatë gjithë kohës në modë gjykimi, pra në fazë gjykimi për mua, edhe ndjehem që duhet të ndaj me ta çdo gjë dhe për të marrë një përshtypje, një opinion, sepse Gen Z-ja është ndryshe nga ne millennials edhe brezat të tjerë, por u pëlqen shumë fakti që bëj një emision në radio, se askush nuk e ka dëgjuar që mami e tyre të punojë dhe të ketë një emision radio. Kjo njëherë është pak për edhe pjesa tjetër muzikore dhe artistike u pëlqen. Kam disa këngë të mia që i ndjekin, por dua të them që Bora është shumë e dhënë edhe ajo pas temave të rebelizmit edhe të qenit i drejtë, edhe të kërkuar i drejtësinë. Dhe jam shumë krenare që po rritet një vajzë me shumë edukat dhe kulturë. Nëse adoleshentët e tjerë në dhomat e tyre kanë lloj-lloj koreanësh, kinezësh, Bora në mur ka Anne Boleyn apo të tjera personazhe të historisë, shumë e apasionuar. Ndërkohë që ti del në skenë me performancat muzikore, merr pjesë në për aktivitete, ke një program në radio dhe Klab FM është një radio ku unë kam punuar e dua fort, është radio aktualisht më e mirë në Shqipëri. Mund të bëhet edhe më e mirë, pa kujdes, por megjithatë ka mbritur gjëra shumë mira, e mbrin ditë për ditë.